Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë me energjinë që na vjen. Atëherë kemi një energjinë të dashuruarve. Shoh dy persona që janë shumë të dashuruar dhe kanë plane për të ardhmen. Ose shoh një person që është në pritje të kësaj dashurie, në lidhje me personat që dëshirojnë të bëjnë një fillim të ri. Dhe shoh një person që ndihet shumë i dashuruar me ju. Është në pritje, ky person ka shumë emocione në lidhje me ju. Por shoh që është edhe një person që është në një pozicion të mirë. Mund të jetë një pozicion ekonomik, mund të jetë një pozicion shoqëror, ose edhe një pozicion emocional. Por kemi dy karta të arkanës së madhe, mbretin e kupave, mbretin e monedhave. Gjithsesi, shoh që është një dashuri shumë e zjarrt në lidhje me ju, por shoh edhe një person të tretë që gjatë gjithë kohës është duke ju vrojtuar në lidhje me këtë dashuri që ju keni. Unë shoh këtu që është një person që bën plane afatgjata në lidhje me ju. Ndoshta ky person ka qenë në pritje ose është në pritjen tuaj dëgjues, në një rast tjetër, për të marrë një vendim dhe duke parë gjërat në perspektivë. Dhe është një person që gjatë gjithë kohës dëshiron të shprehë këto emocione që ka në lidhje me ju. Dhe është një person që e mendon shumë seriozisht. Ndoshta është një person që mban një qëndrim dhe ka pyetje të ndryshme, edhe brenda vetes së vet. Por është një person që di qëllimet e veta dhe dëshiron të ketë një komunikim të vërtet me ju dëgjues. Është një njohje që ka lidhje me të ardhmen tuaj, ose është caktuar diçka që po zgjat pak në lidhje me ju, me njohjet që keni me lidhjet. Ose është një person që ka shumë gjatë që po ju ndjek dhe është në pritjen tuaj, për gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë një fillim të ri. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së luanit, energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Dhe shohim se çfarë mendon dhe çfarë ndjen ky person në lidhje me ju. Ju mendoni personin tuaj dhe shohim energji. Atëherë, unë shoh kemi energjitë shenjave të ajrit, të tokës dhe këtu kemi të gjitha shenjat e horoskopit. Është një person që është duke menduar, përdor një strategji, por është edhe në një situatë që ka mbetur pak në ajër dhe ndoshta i pëlqen dhe mënyra se si i percepton gjërat, sepse shoh që është duke studiuar çdo lëvizje që dëshiron të bëjë. Është një person shumë strategjik në lidhje me ju dëgjues dhe shoh energjinë tuaj që ju mendoni seriozisht në lidhje me këtë person, por diçka ju frikson. Për të marrë një vendim në lidhje me këtë person, për të shqyrtuar këtë njohje ose këtë lidhje që ju keni. Ose çfarë ju dëshironi nga ky person. Por ky person shoh që i ka të gjitha mundësitë. Vazhdojmë dhe shohim një person që mendon që i ka të gjitha mundësitë për të shkuar larg me ju, për të bërë plane për të ardhmen, por edhe për të qenë me ju dëgjues. Ndoshta për të pasur një komunikim, për të bërë një zgjidhje të kësaj njohje ose të kësaj dashurie, për të kaluar kohë me këtë person. Dhe është një person që mund të ketë pyetje në veten e vet, në mendjen e tij, ky person ose të saj,
dhe është një person që mendon që i ka të gjitha mundësit për të realizuar këto plane që ka ndërtuar në lidhje me ju, duke përdorur një lloj strategjie. Dhe unë do marr dhe vazhdojmë në lidhje me çfarë ju pret në të ardhmen në lidhje me këtë person. Atëhere, shoh që ky person harin të realizojë një takim me ju. Është një takim shumë romantik, por është një person që mban mask, nuk është se shfaqet ose shfaq ato ndjenjat e veta para jush. Një person që ka shumë ndjenja, ka shumë emocione, por dëshiron të kalojë në një rrugë të menduar mirë, duke përdorur këtë strategji. Gjithsesi është një person që mund të ketë qenë dhe pak i ngurtësuar, sepse shoh që personi nuk e di, por është një person që dhe ju vrojton, është një person që ju admiron, dhe ky person do donte që t'i bënte gjërat në një mënyrë të menduar mirë. Por shoh që është një person që ka ngecur në mendime negative, mendon që nuk, sepse këtu shohim që ky person mendon që i ka të gjitha mundësitë për të realizuar, por është i bllokuar në mendimet e veta. Ose ky person do t'ju thoshte ose do t'ju shprehte këto ndjenja, por gjithsesi është diçka që e ndjen të nevojshme ky person, por thjesht mban një maskë, nuk është se shfaqet i shfaq ndjenjat e veta, edhe pse shohim që ka shumë emocione dhe shumë ndjenja në lidhje me ju. Dhe është një person vërtet ju admiron, por thjesht është i bllokuar në mendime në lidhje me një takim që ju do keni. Mendon që ky person ndoshta e kujton si një histori që nuk mund të japi zgjidhje një kësaj njofje ose kësaj lidhje që keni, por unë shoh që rruga është e hapur këtu. Dhe marrim përfundimin, dhe këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të ujit, të tokës dhe të ajrit. Energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Atëherë, shoh që ky person dëshiron të ketë të shkoj diku me ju, ndoshta të ketë të japi një drejtim më të mirë kësaj njofjeje, sepse ky person harin të kuptojë rëndësinë tuaj dhe do fillojë të sillet ndryshe, do të lëjë mbrapa gjëra që ka kaluar, dhe shoh që dëshiron të ketë një takim me ju. Një takim, por shoh një energji femërore që tregohet pak e mbyllur, edhe pse ka ndjenja, ka emocione, dëshironi të jepni drejtim, dhe ky person fillon ta vërej këtë gjë, të energjia femërore. Ju jeni të vendosur për t'i dhënë një drejtim më të mirë kësaj situate, kësaj dashurie që keni. Dhe shoh përsëri ju mungon shumë kjo dashuri. Është një person që nuk e di, ju mungon, një pjesë prej jush, për gjithë ata që do fillojnë një histori të re, jeni në një fazë ku ju mungon vërtet një dashuri. Dhe ky person do vi tek ju. Gjithsesi shoh që mund të jetë dhe një person i shoqërisë tuaj. Ndoshta ju keni pasur frikë për të hyrë në një njofje ose në një lidhje të re, por ka ardhur momenti, sepse shoh që ndjeni mungesë dashurie, ndjeni mungesën e një personi, ndoshta të një personi që e keni në jetën tuaj, ose të një dashurie që ju keni, dhe shoh që ju mund të merrni pjesë në një festë për gjithë ata që do kenë një njofje të re, në një ambient festiv, dhe aty një person vjen drejt jush. Por shoh që ky person ka dhe persona të tjerë që e tërheqin. Ai ose ajo. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju mungon kjo dashuri, ndoshta ju jeni duke menduar këtë person që është një person harmonik, i gëzueshëm. Dhe gjithsesi unë shoh që ju do harini të keni një, nuk e dini, një festë, mund të jetë diçka e papritur në lidhje me ju, por shoh mungesë dashurie në lidhje me
një pjesë tjetër. Unë do hap edhe diçka tjetër për ta saktësuar si do shkoj, dhe unë shoh që është një person që është pak në një pozicion që ku ka marrë eksperjenca nga e kaluara e vetë, është një person që kemi energji ajri këtu, është një person që ndoshta shtyr nga histori të mëparshme, por ndërkohë është një person që merr dhe vendime logjikisht. Shoh energjinë e dikujt që ndoshta ka pasur disa situata të vështira, por shoh edhe energjinë e dikujt që pëson një lloj ndryshimi, duke marrë vendime në lidhje me ju dëgjues, në lidhje me një takim, ose edhe në lidhje ose mund t'jetë edhe një person që mban një qëndrim, do me thënë mbretëror, sepse jemi te mbreti i shpatave, por që mendon logjikisht dhe merr vendime të rëndësishme në momentin që ky person do ndihet mirë me ju. Dhe do marrim një mesazh nga angjit dhe do shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, unë shoh një takim në lidhje me ju, do jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me një dashuri, me një njohje të re, në një rast ose në lidhje me këtë person që keni në jetën tuaj. Është momenti mirë ku do merrni vendime të rëndësishme. Është me pakta që mund të bëni në lidhje me këtë dashuri. Është një mesazh fantastik, marrë dhe një tjetër, dhe kemi dyshin e kupave, që tregon një energji të dy personave që kanë emocione, dhe ju thot një njohje ose një dashuri që ju keni, një lidhje që ju keni, do bëhet me ngusht. Falni, thot, dhe bëni zgjedhjet tuaja, pa bërë shumë, pa pasur shumë situata, diskutimesh dhe konfliktesh ose tensionesh në lidhje me këtë person. Është një energji fantastike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një mbasdite sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dëgjojmë në videot e radhës.